Të gjitha pronat që dikur kanë qenë pronë shtetërore, administrative, ushtarake dhe pronë e ish organizatave shoqërore politike të ish Republike Socialiste të Jugosllavisë, përkatësisht të Republike Socialiste të Serbisë, tashme do të kenë pronësinë e Republikës së Kosovës. Që nga shpallja pavarësisë së Kosovës, ky ka qenë obligim ligjor dhe kushtetues, por një hap i tillë nuk është ndërmarrë nga askush. Eramis Kelmendi, zëvendëskryeministër në qeverinë e Kosovës, ishte ai i cili ka iniciuar këtë proces pas një vizite në një komunë dhe të lashet që po shoqëronin për shkak të një zone ekonomike që ishte në pronësi të armatës jugoslave. Në një intervistë për televizionin, ai tregon se si ka iniciuar këtë çështje në qeveri. Ky hap është ndërmarrë në një vizitë që unë e kam pas në një komunë të Kosovës, dhe ajo komunë nuk ka mund me realizu investimin në zonën ekonomike, për arsye se një pjesë e zonës ekonomike kishte qenë në pronësi të armatës së Jugosllavisë. Ai ka treguar se cilat institucionet e Kosovës janë në këto prona të cilat mbajnë emrin si prona të ish Republikës Socialiste të Jugosllavisë, duke shtuar se bëhet fjalë për shumë prona të tilla. Është një sipërfaqe e madhe e tokave, është vendet të atraktive, ku sot është ministria edhe e punëve të jashtme, është vendi ku do të ndërtohet edhe stadioni i Prishtinës, është edhe të gjitha kazermat e FSK-s, të gjitha jonë në këtë drejtim, pra edhe shumë prona të tjera. Ai ka komentuar edhe për reagimin e lisës serbe lidhur me vendimin e qeverisë për këto prona. Nuk ishte dashur kjo me qenë tensionim, për arsye se kjo rrjedh nga kushtetuta e vitit 2000. 17 shkurt e vitit 2008, pakicat sërbe dhe pakicat tjera kanë qenë të informuar se kjo me kushtetut me njerë duhet të transformohen. Marrja e këtij vendimi nuk i ka pëlqyer drejtorit të zyrës për Kosovën në qeverinë e Serbisë, Marko Đurić. Ai është deklaruar se të mërkurën do t'i propozojë qeverisë së Serbisë të anulojë vendimin siç e quan ai të jashtëligjshëm. Edhe kryetari i lisës serbe Slavako Simić ka deklaruar se vendimi i qeverisë së Kosovës për regjistrimin e pronësisë të saj të gjithë pronës që dikur ishte pjesë e Serbisë është represiv dhe ai duhet menjëherë të tërhiqet. E ilegale dhe të papranueshme e ka quajtur zëvendëskryeministri i Serbisë Ivica Dačić.